A doni që kështu të jetë fundi? Ky ishte mesazhi që e dhanë nxënësit e shkollës së mesme Josip Broz Tito dhe nxënësit e gjimnazit të Gostivarit, të cilët bashkërisht improvizuan një orë mësimi dhe një nxënëse e cila në vazhdimsi bullizohej nga shokët dhe shoqet e saj. Pas shfaqjes, nxënësit kishin edhe porosi të tjera për bashkëmoshatarët e tyre. Porosia ime që unë dua ta them është që shumë njerëz e parandalojnë dhunën nëse e shohin, por jo nëse personi që bullizon të tjerët është njëri që ata e duan. Shembull, maqedonasit nuk do të parandalonin dhunë kundrejt një shqiptari, posaçërisht për komunitetin e Rom. Mendoj që sjellja jon kundrejt tyre është e tmerrshme në Maqedoni. Bullizmi kohën e fundit është më shumë psiqik sesa fizik. Mendoj se porosia jon ishte e qartë dhe mund të them se të gjithë fëmijët jemi të njëjtë, të gjithë kanë të drejtat e tyre dhe meritojnë të jetojnë të lirë. Është shumë e rëndësishme që fëmijët të arritën në ambiente të shëndosha. Fatkeqësisht, personalisht kam qenë dëshmitari i shumë rasteve bullizuese. Mundohem të kuptoj se cila është arsyeja, mundohem ta zgjidh vetë, nëse jo e paraqes rastin tek psikologu ose përgjegjësi i shkollës. Profesorët e dy shkollave të përfshira në këtë projekt thanë se parandalimi është shumë i rëndësishëm dhe se profesorët për të dalluar këto raste duhet të jenë të përgatitur. Sipas profesorëve, rol të rëndësishëm në këtë pjesë luan edhe familja dhe prindërit, jo më pak të rëndësishëm sipas profesorëve janë edhe institucionet. Nxënësit tanë meritojnë ambient të sigurt shkollor, atë mund të arrijmë në rast se veprojmë së bashku, prindërit, mësimdhënësit dhe institucionet, të krijojmë ambient të qetë të mbushur me dashuri dhe respekt. Ndryshe, Ministria e Arsimit dhe Shkencës së fundmi ka paralajmëruar masa shtrënguese dhe dënime për prindërit, fëmijët e të cilëve iniciojnë dhunë dhe bëhen pjesë e saj në shkolla dhe institucione arsimore. Shfaqja dhe paralajmërimet për masa ndeshkuese vijnë pas raportimeve se është rritur përqindja e denoncimeve për dhunë në shkolla.